A dëshiron kryeministri Hristijan Mickoski zgjedhjet e parakoshme pasi në deklaratat e tij I përmend vazhdimisht ato. Edhe sot përsëriti se pushteti është I gatshëm për zgjedhje, nëse këtë e dëshiron opozita, edhe pse siç tha, qytetarët nuk e duan këtë. Ние како коалиција имаме добиено легитимитет од граѓаните за да бидеме влада 4 години, но она кое што јас вчера го кажав, ќе го потврдам, а тоа е доколку опозицијата мисли дека се потребни предвремени избори, се разбира, ние како кукавици нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на тоа барање позитивно и се разбира дека ќе ги победиме. Por kryetari I LSDM-s Venko Filipçe thot se nuk do t'i bëhet alibi për zgjedhje, pasi ai e ka pushtetin absolut, prandaj mund t'i shpall vetë zgjedhjet e parakoshme. Megjithatë, Filipçe tha se janë të gatshëm për zgjedhje. Веројатно дека ќе бара и премиерот, ќе бара некои негови прокси играчи и така натаму. Ние немамо бидеме алиби за избори. Кажав, избори ќе закаже премиерот кој што има двотретинско мнозинство, апсолутна власт на секој ниво. Председателката, извршната власт, собранието двотретинско мнозинство во општините, централна, локална власт, може да се направи избори кога сака. Ние нема бидеме алиби. Избори ќе има кога ќе им снема пари за коруптивни тендери. Тоа не ги интересира. Ништо друго. Ништо друго. Ние сме секако спремни, се спремаме секојдневно. Ако ме прашувате дали сме спремни, но алиби не даваме. Спремни сме со тим, спремни сме со добра програма, спремни сме со нешто што ќе го презентираме во текот на следниот месец, а се вика мастер план за Македонија. Por nga BDI-ja e pranojnë me të dyja duart ofertën për zgjedhjet parakoshme. Thonë se pikërisht këtë e kërkojnë, pasi kjo qeveri, siç theksojnë, është e paqëndrueshme. E kërkojmë, më në fund edhe kryeministri e ka kuptuar se kjo gjendje është e paqëndrueshme dhe se vendi ka nevojë për një mandat të ri politik. Kërkojmë që brenda ditëve të përcaktohet afati më I shpejt kushtetues, të fillojnë përgatitjes zgjedhore dhe qytetarëve t'u jepet mundësia të vendosin për drejtimin e vendit. Nëse oferta e kryeministrit është serioze, nuk ka arsye për vonesa, arsyetim apo kalkulime politike, opozita e ka dhënë përgjigjen e saj. BDI është e gatshme, le të shpërndahet kuvendi, le të caktohet data, le të shkojmë në zgjedhje. Për zgjedhjet e parakoshme me qëndrim dolën edhe nga Aleanca për shqiptarët. Partia Arben Taravarit është e gatshme për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Përgjigjja jonë është e qartë, po, jemi të gatshëm, nuk ka nevojë për taktizime, shtyrje apo kalkulime politike, thon Gashi.